Shkurtimisht, përsa i takon historikut personalitetit të Kaja Kallas dhe natyrisht ardhes së saj si zyrtare e lartë për politikë jashtme dhe njëkohësisht edhe zëvendës presidente e Komisionit Evropian, kur është përmendur emri i saj që vije nga shtetet e Baltikut me një qasje kundrejt politikave hegemoniste të Federatës Ruse, me një qasje të saj kundër padrejtësive të cilat u janë bërë atyre shteteve nga konteksti historik shikuar, vlerësuar. Pastaj qasja e Unionit Evropian ka shi problemeve të ndryshme të cilat tashmë janë të njohura për të gjithë, ka qenë një shpresë e jashtëzakonshme, personaliteti i saj, qasja e saj, vlerësimet e saj, gjykimet e saj mbi të gjitha rrjedhat dhe të gjitha temat të cilat i ka trajtuar Unioni Evropian para ardhjes së saj në detyrë. Në ardhjen e saj në detyrë tashmë duket se gjërat nuk është se kanë ndryshuar atë shumë për faktin se personaliteti i saj, emri i saj është futur në një kornizë e cila është paracaktuar tashmë përsa i takon adresimit të rrjedhës së temave të cilat kanë të bëjnë me shumë problematika dhe me fokus të veçantë pjesën e Europës Juglindore dhe përfshi dialogun Kosovë-Serbi. Ajo çfarë duhet thënë është që Unioni Evropian si i tillë, si një organizatë supranacionale ka rënë në provim prej shumë vitësh tashmë përsa i takon pritshmërive dhe adresimit dhe mbikëqyrjes të këtij procesi të dialogut, duke lejuar Serbinë prej shumë vitësh që të ketë një qasje jo të barabartë përsa i takon dialogut, natyrisht dhe temave të trajtuara. Besoj kemi bashkëbiseduar edhe në raste të tjera, por edhe në studio të tjera televizive, Unioni Evropian si i tillë nuk e ka njohur shtetësinë e Kosovës, pra ka një qëndrim neutral. Shtetet anëtare të Unionit Evropian të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, natyrisht që kanë patur një efekt, do thosha negativ përsa i takon po ashtu pritshmërive të rezultateve nga ky proces. Dhe ana tjetër është që Serbinë zyrtare e kanë lejuar në pafundësi me veprimet e saj destruktive. Ajo çfarë është shumë e rëndësishme të theksohet është që Unioni Evropian, Brukseli zyrtar, e ka lejuar që Serbia zyrtare ta mbajë në kushtetutën e saj Kosovën si pjesë integrale të Serbisë. Më pas, nëse lexohet dhe preambula e kushtetutës së Serbisë, por në vend me tekste veçantë edhe neni 182 dhe neni 183 e epokës së kushtetutë, paraqesin Kosovën si interes shtetëror me rëndësi të veçantë për shtetin serb. Prandaj gjithë dialogu, do thosha, ka pas një mbrapshtësi në kontekstin e dy palëve bashkëbiseduese dhe të barabarta për arritjen e një qëllimi të përbashkët, ajo që është fqinjësia e mirë. Pra, ne kemi patur një dialog i cili ka rrjedhë ndër vitesh, pra që nga marsi 2011 e sekondej, por duke mos e parë dialogun si një mundësi për të zgjidhur thelbin e problemeve. Pra, ne kemi patur një Union Evropian dhe zyrtar të saj konkretisht të cilët nuk e kanë trajtuar thelbin e problemit dhe ka një maksim latine shumë të hershme ku thot për t'i dhënë zgjidhje një problemi duhet fillimisht ta njohësh problemin dhe në këtë rast unë kujtoj që Brukseli zyrtar sikur nuk e ka njohur problemin në thelb, prandaj dhe nuk kanë arritur që të japin zgjidhje këtij problemi shumë vjeçar, do thosha brenda kornizës përcaktimit të dialogut, pra nga rezoluta e Kombeve të Bashkuara ku i jepte mandat Unionit Evropian për të administruar dhe lehtësuar këtë proces dialogimi. Pra thelbi qëndron tek Unioni Evropian i cili ka lejuar që palët të mos jenë të barabarta, e shto faktin këtu që Unioni Evropian ka patur edhe emisarë të cilët natyrisht nuk kanë pasur edhe qasje të paanshme kundrejt palëve. Këtu qëndrojmë edhe pak. Beson se Kallas do të ndërgjegjësojë Bashkimin Evropian që ta njohë problemin, Pula? Unë e shoh pak problematike këtë çështje përkundër vullnetit të saj individual, nëse ajo do ketë. Natyrisht deklarimi i saj se do të analizohet i gjithë procesi dhe do të shohim se ku kemi çaluar si Union Evropian ka shqipalve.
Unë besoj që shtetet e mëdha të Unionit Evropian, të cilët natyrisht kanë gërshëtim interesash në relacion me Serbinë, mund të kenë ndikim në rrugtimin e saj për sa i takon kësaj kornize të dialogimit. Pra, unë e shoh pak me skepticizëm për aq kohë sa Franca, Gjermania, Italia, si shtetet mëdha anëtare të Unionit Evropian, mund të kenë interesa ekonomike, gjeostrategjike me Serbinë dhe të cilat mund të ndikojnë në punën e saj apo në le të themi në përgjegjësitë e saj kornizë për sa i takon adresimit të kësaj problematike. Qartë. Doja që të ndaleshim pak tek zhvillimet më të fundit dhe këtu e kanë fjalën tek ndalimi paraprakisht i 16 pelegrinëve, disa prej cilëve rezultuan vërtet të tillë, ndërkohë 5 të tjerë duket se janë mbajtur sipas prokurorisë edhe 30 ditë në paraburgim. Mado mendja që diçka e tillë, por gjithashtu edhe deklaratat nga ana e presidentit të Serbisë bën që të mbledh Këshillin e Sigurisë, zoti Kurti. Çfarë do thotë për ty, zoti Pula, diçka e tillë? Jemi përballë kambanave të alarmit apo është një procedurë për t'ia kthyer me të njëjtën monedhë Serbisë, e cila në çdo rast reagon me agresivitet ashtu siç bëri edhe ditën e dieshme edhe 2 ditë më parë? Më duhet ta them sërish një problem i cili qëndron tek pjesa e aspektit religjioz serb dhe fatkeqësisht që shqiptarët tanë gjatë procesit të bisedimeve të Vjenës e gjithë trashëgimin materiale ortodokse të Kosovës e kanë dorëzuar tek autoritetet serbe dhe autoritetet serbe e kanë përvecuar si serbe. Dhe tashmë e gjithë pjesa ortodokse në Kosovë nuk i takon asnjë etnie tjetër përpos asaj serbe. Dhe në këtë kuptim, të gjitha këto manastire, kisha, objekte përcjellse, të cilat i takojnë ritit ortodoks, konsiderohen vetëm serbe. Dhe po të doja, po e marr si shembull, po të doja që unë të hyj dhe të bëj një ritual në besimin ortodoks, unë e kam të pamundur si shqiptar. Duhet domosdoshmërisht të jem serb ata të cilët duan të shfrytëzojnë këto objekte religjioze ortodokse. Pra, problemi qëndron që Serbia zyrtare tashmë e ka përvecuar e gjithë trashëgiminë ortodokse në Kosovë dhe ajo sot quhet vetëm serbe ortodokse. Dhe çfarë ndodh? Të gjithë këto grupet pelegrinazhe të cilat futen në Kosovë në emër të ritualeve religjioze, brenda tyre ka dhe infiltrime të caktuara të cilat janë dashakeqe kundrejt sigurisë dhe rendit kushtetues në Kosovë. Dhe duhet të thënë edhe një gjë, nuk është hera parë që ne kemi infiltrime të këtij lloji. Ne kemi edhe në të kaluarën në kisha serbe individ të cilët në emër të ritualeve religjioze kanë qenë të infiltruar, duke vëzhguar situatën dhe duke le të themi filmuar në gjendjet e caktuara me interes të veçantë për Serbinë. Ju e mbani mend që në rastin e 24 shtatorit në banjë të Zveçanit ishte po në kish atje ku ishin grumbulluar një mori individësh të ardhur nga Serbia dhe nga pjesa e Vojvodinës po ashtu, të cilët ishin në kish dhe ishte rastësia apo jo të qëllonin po në të njëjtën ditë kur edhe ndodhi le të themi nga i grupi parashtetror ushtarak serb sulmi kundrejt rendit kushtetues, kundrejt integritetit territorial, ku vrarë Shteri Bunjaku, plagës kolegu i tij e kështu me radhë. Pra, ne nuk është se jemi të befasuar nga ngjarja e këtyre ditëve të fundit, por ne jemi të çuditur për lejimin nga ana e faktorit ndërkombëtar të Serbisë, e cila i përsërit këto veprime duke u thirrur në emër të ritualeve religjioze dhe duke infiltruar persona apo individ zyrtar të institucioneve të sigurisë së Serbisë, të cilët vijnë të kamufluar dhe kanë misione të caktuara. Pra, kjo është fatkeqësia që faktori ndërkombëtar e lejon Serbinë të përsërisë këto veprime
kundrejt Republikës Kosovës, kundrejt rendit kushtetues dhe integritetit territorial. Pra duke pasur misione të caktuara të veçanta për të shkaktuar rrezik me pasoja të mëdha brenda rendit kushtetues të Republikës Kosovës. Janë të shumta në perceptimin tënd, në gjykimin tënd, nga informacionet tuaja, zoti Pulja, këto shërbime pra të inteligjencës sekrete serbe, dhe si kanë ndikuar ato në shregullimin e rendit dhe sigurisë në territorin e Kosovës? Padyshim që këto fillimisht janë shqetësuese. Ne nuk mund ta zhbëjmë gjeografinë rajonale, neve na ka rastis të kemi një fqinj problematik, komshi, pra komshinju verior, dhe natyrisht pretendimet e saj kundrejt territorit Kosovës, kundrejt ekonomisë Kosovës, dhe mos harrojmë edhe një gjë që duhet thënë, besoj që është pasurim i këtij emisioni, që insistimet e ndërkombëtarëve, të një numri të ndërkombëtarëve, natyrisht të mos i fusim që të gjithë në të njëjtin thes, për insistimin e themelimin e asociacionit sërb në Kosovë, nënkupton betonizimin e Serbisë administrative brenda Kosovës. Kur tashmë kemi Serbinë brenda Kosovës në aspektin religjioz, atëherë ata insistojnë që ta kemi Serbinë edhe në kuptimin institucional administrativ përmes këtij asociacioni, ku do të ketë një shtrirje horizontale brenda komunave të Kosovës, por që do të ketë një paralele vertikale të vendimmarrjes, e cila përfundon në Beograd. Pra, Kosova natyrisht që është në rrezik permanent nga individ, nga faktor ndërkombëtar evropian, me kërkesa, me dirigjime të Beogradit zyrtar për sa i takon kësaj qasje destruktive dhe as pak fqinjësore. Prandaj e thash edhe që më parë që Unioni Evropian ka rënë në provim për sa i takon qasjes së saj, që duhet të zbatonte parimet universale të Unionit Evropian për sa i takon ndërtimit të fqinjësisë korrekte. Pra këtu problemi qëndron që edhe vetë lehtësuesi në këtë rast nuk ka patur një qasje dhe vazhdon të mos ketë një qasje të duhur, thelbësore, qendrore për rregullimin e këtyre raporteve dhe për garantimin e këtyre raporteve në staza afatgjate. Pra çdo gjë ka qenë, le të themi, një ndërhyrje inercioni e momentit e ngjarjeve, por jo se ka patur një qasje të përhershme, korrekte dhe të barabartë kundrejt palëve. Për aq kohë sa Serbia zyrtare Kosovën e mban si pjesë të kushtetutës së saj, ne do të kemi në vazhdimsi probleme, sepse po ta dëgjoni çdo deklarim të zyrtarëve të lartë të Beogradit zyrtar, përfshi këtu dhe presidentin serb, ata deklarohen duke pretenduar jetësimin e kushtetutës së tyre kundrejt Kosovës. Pra nga ana e tyre çdo gjë është brenda kushtetutshmërisë së tyre. Për këtu problemi është se e ka lejuar këtë qasje Unioni Evropian, por edhe faktorë të tjerë ndërkombëtar, që Serbia ta mban Kosovën si pjesë të saj, dhe më pas cili është rezultati i këtyre bisedimeve prej 14 vitesh.